Duhet bërë diçka më shumë edhe për integrimin rajonal, që duhet jetë një tjetër çështje e diskutuar, si edhe zgjerimi i IBE-s. Ne do të bashkërendohemi për të luftuar të gjitha kërcënimet që vijnë nga jashtë. Gjithçka që mund të sjellë konkurrencë të pandershme. Të gjithë po marrim e japim me tarifat amerikane, por do të jemi më të fortë po të rrimë së bashku. 700 milion konsumator, do të jemi shumë më mirë, më të aftë për të përballuar konkurrencën nga Azia. Do të kemi kapacitetin e do të jemi më të fortë, të bashkërendohemi për të mbrojtur tregjet tona. Unë sugjeroj që të bashkërendojmë punën tonë edhe për çështje të unitetit ekonomik në nivelin e KPS. Pra, siç e thash, jemi në një pikë në kohë ku duhet që t'i dalim zot situatës. Dhe rreziku për Europën, dhe nuk e di në qoftë se është Zeusi, nëse ka dora i këtu, por rreziqet janë të pranishme dhe KPE-ja na ndihmon që të shtrihemi nga pikpamja ushtarake sa i takon gjithashtu edhe sigurisë dhe ekonomisë. E na lejon që të bashkërendohem disa nisma konkrete. Pra, është koha, siç edhe Edi sugjeroi, që të ngrihet një sekretariat i cili të mund bashkëprendoj këto aktivitete në kuadër të KPS, e ndoshta që të kemi këtu edhe ose të përfshi gjithashtu edhe pranin e Këshillit Evropian, dhe kjo do të ishte e dobishme.